Situata aktualisht është një pikë kritike, sepse prurjet janë në nivelin 8.6 metra. Por në orën e vazhdim në shpresojmë që do të ketë një ulje të sasisë, duke llogaritur që pjesa e jugut, që është pjesa që sjell prurjet e ujit në këtë nivel, ka një stabilitet të prurjesh atje. Dhe kjo do të pasqyrohet gati në javën e kohës për 12 orësh. Kemi një zonë risku 6 familje që në rast se do të kaloj kjo pikë më shumë se 8.6 do të evakuohen, por deri tash janë 13 familje të cilat kanë qenë të gatshme të largohen nga zona që mund të paraqisë risk në mënyrë që mos i evakuonin në një situatë më emergjente. Strukturat e policisë në bashkëpunim me gjithë strukturat e emergjencave civile të bashkisë dhe të Agjencisë Kombëtare të Emergjencave Civile do të ndryjnë ku të jetë nevojë. Jemi duke ndjekur situatën dinamik dhe për çdo nevojë do merren vendimet dhe hapat e dorë.